Vuani nga tensioni i lartë i gjakut, ja çfarë duhet të hani për ta ulur atë. Kosi ule rrezikun e zhvillimit të ataku në zemër me 30% te njerëzit me tension të lartë i gjakut, sugjeron një studim i ri. Konsumi të paktën 2 racione me kos në javë ul rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare, si ataku në zemër ose goditja në tru me 30% e gratë që vuajnë nga hipertensioni dhe 19% e burrat. Shkencëtarët besojnë se konsumi i fermentuar natyral i kosit ka një përmbajtje të kalciumit që sjell përfitime te njerëzit që janë të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Studimet të publikuara në Daily Mail sugjerojnë se kalciumi luan një rol në kontraktimin normal edhe në qetësimin e zemrës, ndërsa probiotikët që gjenden me shumicë THI mund të ulin gjithashtu edhe nivelin e tensionit. Rezultatet e studimit sugjerojnë të dhëna të rëndësishme se përfshirja e kosit në dietën tuaj më të vërtetë do të japë rezultate fantastike edhe për personat që tashmë vuajnë nga problemet e hipertensionit.